me nga pejgamberi, sjellja ti ka qenë me flet, çdo kujsirin ja ka qenë. Asalamu alaikum të nderuar dëgjues, miq të dashur të radios Dituria Islame, pasi që kemi pas një pauzë të shkurtër me këtë ilahi të përzgjedhur nga studio, ilahi e cila u përpoqëm t'ja dedikojmë parafërsisht temës së sotme, do të thotë që po flasim për moralin. Ne kështu, duke ndërprer këtë ilahi, kalojmë në pjesën e dytë të programit. E përshëndesim me selamu alaikum profesor doktor Hafiz Hajredin Hoxha, i cili është sonte bashkë me ne, siç do të martë në emisionin Jeta me Kur'an, dhe do të vazhdojmë në këtë pjesë të dytë. Selamu alaikum doktor, mirë se erdhët edhe një herë. Aleikum selam, rahmetullah, nderuari moderator, Allah shpërblet me këtë ilahi të bukur, që përputhet edhe me matematikën tonë, që na përforcoj shpirtërisht dhe psikikisht, dhe inshallah dhe dëgjuesit kanë qenë të kënaqur me këtë punë që po mundohemi me vante me shërbyer dinit islam. Shikues nderuar, kudo që t'jeni, mirë se vini përsëri në pjesën e dytë të emisionit tonë Jeta me Kur'an. Jeta e cila do të thotë po mundohemi me i tregu rrugët se si na shpjejnë drejt Allahu xhaleshano dhe rahatisë shpirtërore dhe psikike. Në këtë pjesë të dytë do të mundohemi tani diçka pak në pika të shkurtra, do të thotë fushat e demonstrimit të moralit dhe etikës islame. Si mundemi do të thotë me i demonstru, si mundemi me i pa, dhe me punua me moral dhe etikë islame i jetën tonë. Çfarë fush, çfarë aspekti, në çfarë tereni. Pastaj çështja e besimit dhe bindjes. A ka etik islame çështja e besimit? Po në ibadetet tona, po në marrëdhëniet tona, do t'i shohim tani së bashku. Fushat e demonstrimit të moralit të mirë, ky moral që bëron nga brendia zemrës, ashtu si e komentuam më herët, po që ka burimin e zemër, ky revolucion, ky apel që apeluam dhe përsëri apelojmë për këtë revolucion të heshtur, këtë reformë shpirtërore, buron nga zemra dhe argumentohet në këto fusha. Prandaj i cili dëshiron të pas moral të mirë dhe etikë të mirë, apo dikush pretendon se kinse ka moral të mirë, ne tani e kemi këtë testin, e kemi këtë fushë dhe do ta shohim aspektin e besimit ton apo të tij dhe aspektin shpirtëror. Si qëndron te ai në ibadetet tona, adhurimet tona. Ky adhurim a ka efekti i saj, efekti i adhurimit është qartë dhe prezente në jetën tonë. Në marrëdhëniet familjare, a është prezent efekti i moralit të mirë? Në marrëdhëniet sociale, a është prezent etika e mirë? Në sistemin politik të deputetëve, parlamentarëve të ndryshëm, po a është prezent apo jo? Marrëdhëniet ndërkombëtare, shteti me shtet, po a janë prezente? Sistemin ekonomik, transaksionet financiare islame do të thotë, dikush pretendon se ka moral të mirë islam, mirë po në aspektin ekonomik dhe financiar, është më i korruptuari, është më i rrezikshmi, ky a konsiderohet njeri i moralshëm dhe me etikë islame? Tani do të shohim këtë raste. Pejgamberi jon alayhi salatu vesselam aspektin e besimit në shumë hadithe të tija, në shumë fjalë të tija na bën me dije. Më së shumti që peshon në peshorën e muslimanit ditën e gjykimit, më së shumti që peshon, është morali apo etika e mirë. Dhe personi me moral dhe etikë të mirë arrin shkallën e atij që falet dhe që agjeron. Prandaj edhe një herë, tari po i kemi këto hadithet që na stimulojnë, që na japin gajret dhe forcë, na shtyn përpara, apo dëshirojmë me arrit shkallën e atyre të cilët falen dhe agjerojnë dhe bëjnë xhihad dhe japin dhe falen namaz nafile natën, bëjnë vepra të mira, a kem dëshirë me ardhur në shkallën të tyre? Po. Çfarë është mundësia, si ekziston mundësia deri te ardhja në atë pikë me moral të mirë dhe me etikë të mirë? Hadithi tjetër i Muhamedit alayhi salatu vesselam, ku na flet dhe na thot, nuk ka besim të plot ai i cili
nuk e dëshiron për vllahun e tij atë çka dëshiron për vete. Nuk ka besim të plot. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ti po pretendon ki se e ki moralin e mirë, e ke shkum qabe, e bo haxhi, e po falesh, e ke shumë mjekër, ndoshta edhe lexon Kur'an, mirë po, në zemër akoma ti ke probleme dhe nuk e dëshiron atë mirë. Vllau tënd, kujshiu tënd, një muslimani në përgjithësi nuk ja don të mirën ma ato çka dëshiron për vete. Me fjalë tjera, ti po ki dëshirë po më bë dhe i pasur. Po vllajt nuk po ke dëshirë më bë i pasur. Ti po ke dëshirë me fjalë tjera, me qenë i shëndetshëm, pa smundje, pa probleme shëndetësore, mirë po, për atë nuk po ke dëshirë. Po mendon keq për ata. Ti po ke dëshirë dhe po ndron që familja jote, fëmijët tu, vajzat tua, të jenë në rrugë të drejtë, të jenë në rrugë të Allahut xhaleshanu, të jenë të moralshëm, të edukuar, mirë po, vetëm për vete, je po egoist vetëm për vete, për të tjerët s'ke dëshirë mi pa në këtë gjendje të mirë. E pejgamberi alayhis salam po thotë mësuesi ynë, i dërguar i Allahut, që është dërguar me na treguar rrugën e xhenetit dhe të rahatis, po thotë se ki besimin tamam. O njeri, o musliman, tut ju Zotit, nuk bën zemër ti kështu me menduar. Nuk bën zemër ti me pas kësaj lloj mendimesh të zeza që ti shkatron edhe gjitha sevapet dhe shpërblimet që i bën. Po duhesh me pas zemrën me atë ndjenja pozitive, atë çka e don për vete, edhe dikujt tjetër m'ia dash. Njëra Hazreti Umeri radiallahu anhu, po ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i ka thonë, ja Rasulullah, vallahi, po ti je më i dashur te unë dhe Allahu xhaleshanu, se familja, se gruaja, se djali, se tër pasuria, mirë po nuk je më i dashur më shumë se shpirti im. Nuk je më i dashur. Pejgamberi alayhi salam çka i tha atij? I tha se ke besimin e plot. O Umar, o Umar, gjuhën arabe. Pse ja Rasulullah? Tha, duhet me arrit shkallën e lartë besimit që Allahu dhe pejgamberi të jetë më i dashur te ti se familja jote, pasuria jote, se fëmijët tu, se çdo kush tjetër që ekziston në këtë jetë. Prandaj, edhe ne për me arrit shkallën e lartë besimit duhet me dashur për dikon atë mirë, atë që dojmë për veten tonë. Ky është në aspektin e besimit, vlera dhe etika, vlera etikës apo moralit të mirë. Si s'kemi do të zemër këso mendime pozitive, po besimi jon është i lëkundur. Vallahi nuk është stabil dhe nuk është i fortë, dhe është frikë për ne se si do ta takojmë Allahun xhaleshanu. Po vazhdojnë hadithet e pejgamberit alayhis salam. Shifni, një ditë po i thot shokëve të tij, pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam, a dëshironi t'ju tregoj se cili prej jush është më i dashurit e unë? A dëshironi t'ju tregoj se cili prej jush është më i dashurit e unë dhe që do të jetë më afër meje në ditën e gjykimit? Me njerë sahabët, shokët e tij janë deklaruar dhe kanë treguar interesim të madh. Heshtën. Rasulullah i përsëriti 2 herë, 3 herë, ata thanë, po ja Rasulullah na trego bre, kush ka më qenë më afër teje në ditën e gjykimit? Kush ka më qenë po më i dashurit e ti? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai i cili është me moral më të mirë, me etik më të mirë. Andaj pa tërbije, pa edukat të mirë, pa moral të mirë, pa etik të mirë, nuk ka bereqet. Nuk ka dashni të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nuk ka dashni të Allahu xhaleshanu ashtu si duhet. Wallahi billahi beson e vëllezër të ndershëm. Këto fjalë vlen edhe për studentët tani kush studion apo xhallar, për shokët e mi, për kolegët e mi, po. Ju kum thonë edhe studentave për fakultetet të ndryshme ku kom ligjëru prej ditës së parë, se kur takohet ditën e parë profesori shpjegon sistemin e tij të notimit, projektet që kërkohen gjatë këtij semestrit, detyrat, obligimet, po tematikat, e se si dan edhe leksionet, ndërta, më thosh shifni, keni kujdes dikush që po tregon do thotë po tregohet jo i moralshëm gjatë ligjëratës. Keni kujdes
te unë është më i dashur dhe më i respektuar dhe më me vlerë një student i cili ka moral të mirë dhe tregon respekt për profesorin dhe për ligjëratën, edhe në aspektin shkencor dhe të diturisë është i dopt, po mirë, po ka moral të mirë, është i edukuar, është të thotë i moralshëm, i sjellshëm, nuk mungon, po mundohet deri në maksimum, mirë, po çfarë që ka dhënë Allahu xhaleshanu, çfarë kapaciteti i tij trunit është i fortë me kuptua, po dhe me qenë i aftë, te unë edhe nëse është i dopt në këtë aspekt, te unë ky student ka vlerë më shumë se sa dikush çka është i aftë, po dhe i shkëlqyeshëm, mirë, po moralin e mirë nuk e ka, sjelljen e mirë nuk e ka. Pse ja, do profesor, pse doktor, ata vjen rara, do doktor, po lesh, apo limada, po pse kështu? Përgjigjja është e qartë. Edhe iblisi në xhenet, edhe iblisi, shejtani i mallkuar, po ka qenë i aftë, ka qenë shumë, po llafazan i madh, shumë ka qenë do të thotë orator, po u shtyje me Allahun xhaleshanu. Kur i tha Allahu, po atij koftlartit, bën sejdë, po me melaqet për Ademin alayhis salam, po ai me njëherë kokën përpjet, edhe tregoj rebelitetin e tij, tregoj rebelizëm, tregoj domethënë dhe mos përgatitje dhe mos respekt për fjalën e Allahut xhaleshanu, tha unë do t'i bëj atij sejdë i krijuar nga dheu, po dhe mund t'i kriju nga zjarmi, unë jam më i mirë se ai. Kështu ju drejtu shejtani. Qale asjudu liman khalaqata tina, po asjud, a mi bëj sejdë të dikush që ka kriju nga lloçi, nga balta, po ana khairun minhu. Ajet e tjera, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Unë më i mirë se ai jam e kriju atë nga dheu, nga balta, unë jam nga zjarri. Atëherë Allahu xhaleshanu shai dha, hajde. Il jashtë. Po, qale khruj minha madhuman madhura. Dil prej xhenetit jashtë, i mallkuar dhe kur mos u kthefsh, po, dhe i përbuzur. Po, ti edhe çdo kush vepron dhe ndjek rrugën tënde, të gjithë kanë me qenë çështu do të mallkuar dhe të urrëtur te Allahu xhaleshanu dhe gjynaqar. Qale khruj minha madhuman madhura lemen tabi'aka minhum la'amla jahannama, do ta mbushi xhehenemin ata cilët e ndjekin edhe rrugën tënde. Po. Do ta mbushi xhehenemin me ata do thotë të cilët e pasojnë rrugën tënde. Prandaj shumë do të më pas kujdes vëllezër të ndershëm, motra të ndershëm. Po, student dhe hoxhallar dhe koleg, numër një tërbia, numër një edukata shpirtërore duhet me qenë prezente para dikujt, pastaj vjen aftësia dhe dituria, se nuk ka bereqet, po të jesh shumë llafazan dhe shumë po orator i madh dhe shumë të jesh do thot me fjalor mirë, po në aspektin e moralit të jesh i ulur, këtu nuk ka bereqet dhe nuk ka hajër. Nuk niset misioni me shok, me student, po edhe me familje, po edhe me një ushtri, apo me një grup njerëzish, po me një ekip punëtorësh të cilët do të jenë me moral presht në zemër. Nuk e kanë etikën e mirë. Nuk realizohet asnjë mision, po, se të gjithë ngrejnë drejtime të ndryshme dhe nuk e përdorin forcën e përgjithshme për me realizu një qëllim. Po, e këtu Islami ka ardhur tani me rregullu shpirtin. Dhe thotë duhet ajo ana shpirtërore të përputhet me atë anën e jashtme çka po dëgjojmë dhe çka po shohim. E kështu i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, a dëshironi me qenë afër meje? A dëshironi me qenë po ditën e gjykimit më të dashurit të unë dhe të Allahu xhaleshanu? Kush janë ata? Ja Rasulullah, i ka thënë ata cilët janë me moral të mirë. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam, a dini çfarë dua ka bën? A dini çfarë lutje ka bën vëllezër të ndershëm? Po, o Zoti im, Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq. O Zoti im, më udhëzo ka morali më i mirë. Askush nuk mundet me na udhëzue në moral të mirë përpos teje. O Zoti im, largoje, po ma largo moralin e keq, sa askush nuk mundet me na largue moralin e keq përpos teje. Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq, fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'a al-akhlaq, fa innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Kjo një lutje madhe, bre. Është një lutje madhe që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, po
që na ju lutë Allahu xhaleshonu ditë natë, o Allah, udhëzona neve dhe fëmijët tanë, familjet tona, të dashurit tanë, ka morali më i mirë. Askush nuk mundet me na udhëzu përpos teje. Ja Allah, ti je i plot fuqishëm. Me na largu nga zemrat tona atë moral të keq, ato sifate të këqija, ato veti të këqija, krejt ja Allah, ti je i plot fuqishëm me na largu dhe me na i pastru zemrat tona dhe askush tjetër. Ditën natë duhesh me u lut për Allahun xhaleshanu kështu. Vetë pejgamberi alayhis salam na ka mësuar kështu mu lut. Kurse ai po lutet, e na çka kemi që nuk lutemi? E këtu tani shumë shkurtimisht. Po, gjatë historikus dhe historisë islame, po këto janë kanë dalë tashti edhe për me realizu këtë aspektin shpirtëror, janë paraqit tani disa tarikate të dervishave, të shehlerëve të ndryshëm, po, që i kanë kushtuar aspektit vetëm shpirtëror, po, me zikër, me dua, me meditime, po, me tesbih, me zikër, çka thash, ndërsa ka pas aso raste gjatë historisë që do thot ana e jashtme, publike, po, dispozitave të sheriatit, namazit, agjerimit, të haramit, po, rregullorat e fesë islame, ka pas aso raste që nuk i kanë përfjell jetën e tyre. S'kan punu dhe i kanë kushtu dhe thot vetëm asaj anës shpirtërore. E pa dyshim që kjo është gabim. Gabim, si pas ajeteve të Kuranit, si pas asaj që ka po flasim na, duhet që ajo ana shpirtërore, po, pastërtia e shpirtit, rregullimi i shpirtit, po, lufta jote me shpirtin, xhihadi yt me nefsin tënd, po, me egon tënde, me epshet e tua, që duhet me vazhdu deri në ditën e Kiametit. Hiç pa unal, deri sa kemi gjallë. Mirë po, nuk mjafton vetëm kjo. Tash unë po bëj xhihad, po bëj luftë, po bëj mund me pastru shpirtin tem, po, ka këto veti të këqija, pa anën tjetër, unë nuk bën me lo namazin, unë nuk bën me lo agjerimin, unë nuk bën me lo haxhin, unë nuk bën me pi alkohol, unë nuk bën me pi bira, unë nuk bën do thot me bë punë dhe amoralitet, e me një jetë, vallahi, e kam shpirtin e mirë, e kam zemrën e mirë, po, e kam mendimet e mira. Çka dëshmon për ty që e kiti mendimet e mira? Ja, pra, këta çka po flasim. Morali mirë, etika e mirë. Harmonia mes asaj çka është dhe brendshme në shpirt dhe mes asaj çka demonstrohet çka shihet. Po, prandaj lutjeni me këtë dua, o Zot, udhëzona për moral të mirë, se askush nuk mundet me na udhëzu përpos teje, dhe na largon nga morali i keq dhe askush s'na largon nga morali i keq përpos teje. Shifni namazin. Namazin tash. Argument për ata të cilët thonë vetëm shpirti, vetëm ana shpirtërore, po, ose falet si aspektin fizik i kryn ato ritmet apo ato ritet fetare namazin, mirë po, namazin këtu Allah po thot utlu ma uhiya ilayka min al-kitab, arabisht ajeti, wa aqimi s-salat, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar. Lexon librin Kur'anin që të shpallur ty dhe krye namazin. Hale namazin, krye namazin. Se më të vërtet, namazi të largon, të pengon nga korrupsioni dhe nga çdo vepër e shëmtuar. Prandaj një njeri i cili është namazli, është i xhamis, shihni tash, rregullore kjo. Jeri gati i xhamis, e fal namazin, pa anën tjetër, është i korruptuar, nuk ndalet nga veprat e këqija, ai njeri vetëm është duke bërë fiskultur dhe ushtrime fizike, dhe se çka ka pa hajrin e namazit fare hiç. Pse po thu kështu i nderuar hafez? Po, sepse Allah po thotë që ky namaz, që kjo frika e Allahut, e frika jote në shpirt gjatë faljes së namazit, ndoshta edhe çanti imami kur lexon Kur'an, që kjo punë, që kjo vepër duhet të më rregullu jashtë në treg, në dyqan, në rrugë, në të thotë me të bëj më të sjellshëm dhe me ndal pe veprave të këqija. Për ndryshe, etika e namazit, po morali i namazit nuk është ky. Ti je duke humbur kohë apo je duke humbur energji, mirë po nuk pëja hajrin. E çka duhet me vë? Duhet përsëri me ardh dhe me gjyku veten dhe me llogarit veten, sinqerisht dhe me u pendua dhe me ristartua përsëri jetën tënde. Zekati. Allahu xhaleshano çka po thosh? Shihni tash, thën shembuj vetëm. Pa hyrë në detale
si do të shohim në emisionin e ardhshëm inshallah, po zakati. Khudh min amwalihim, Allah po thot Muhamedit alayhis salam, merr nga pasuria e tyre, sadaqatan tutahhiruhum. Merr nga pasuria e tyre, të bëj zakatin, sadakan, se me këtë tubim i pastron ata, i pastron nga gjunahet, nga mëkatet, po dhe u ashtosh të mirat atyre, lutesh për ta, sepse lutja jote është qetësim për ta, bereqet. Është bereqet. Prandaj etika e zakatit, kur ta japim edhe zakatin, sadaku t'i japim dikujt, i ndihmojmë dikujt financiarisht, po këtu nuk bën na me çu kry përpjet dhe me rit mendën tonë, dhe mi tha atij se shef pra, unë dhash, mos të shaka unë, ti ndoshta edhe kishe kapitullu, kishe vdek, unë të kom zerti fukarallëkut, nëse fillon me këtë fjalë kuku për ty, kuku. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, Allah në Kur'an po mos i prishni sevapin, shpërblimin e sadakave t'juja, zakatit juaj me këtë fjalë bre. Mo bre se këtë shpërblimet hupin te Allahu xhela shanuhu. Prandaj etika e zakatit, po kur e jep ti zakatin ton, sadaka ku t'japish, me këtë çështje lutju Allahu xhela shanuhu, Allah bre, na pranon nga ne, na i fal gabimet tona, pastroj zemrat tona prej gjunaheve. Nëse kum pas mallin tëm të një diçka haram, të një diçka me shybe në i fitim, inshallah ky zakat e pastron mallin tëm prej shybeve, prej fitimit jo të pastër, e le të jetë malli i pastër halal për evlat e mi. Kjo është ajo etika e zakatit. Shkurtimisht vetëm shembuj që shifet demonstrohet në ibadetet tona. Etika pastaj shihni për agjerimin tani që na ka lë muaji Ramazanit. Agjeruesi i cili nuk e lën rrenën, gënjeshtrën, nuk ka nevojë Allah për agjerimin e tij vet. I gjithë ditën po duke rrejt, duke mashtruar, duke bë thashë thana, po gibet, duke fol pas shpine, duke shni fesat, e duke bë shmos të në zezat, e kënjena vallaj po, vallaj, jemi lodh, bajagi, na ka lodh Ramazani, apo si vjetë ka Ramazani, po, më thona ka majtë, flatë, qështu, kënjena Ramazan, po agjeron, i agjeruar, kënjena nuk përnalesh prej fjalëve, e prej lafeve, prej thashe thameve, e këta, një person i cili vepron kështu, pejgamberi ka thënë, nuk ka nevojë Allah për këtë me agjeru. Se këtë ditën që ka bërë Ramazan, e ka prish agjerimin e tij me këta fjalë. Ai është duke u lodhur fizikisht se ka kuptuar esencën e moralit dhe etikës në Islam. Haxhi, shembull vetëm, kur shkon në haxh. El-hajju ashhurul ma'lumat. Haxhi është në muaj të caktuar, faman farada fihin el-hajj, ai i cili bën niyet me shku në haxh, po çka po thot Allahu xhela shanuhu, ai i cili bën, ja fillon me shku të zbatoj haxhin në këtë muaj, nuk duhet mu afron. Grave do thot, mos me pas marrëdhënie fare, morujt ditë caktune, se është muaj të haxhit, është koha caktuar, nuk bën të merr në përkëmbë dispozitat e shariatit, nuk bën do thot me marr me dhe thashë thana, dhe nuk bën me shkaktu grindje dhe kacafytje e dialoge polemik. Rujuni, se kjo është etiketa e haxhit. Po, gjatë ditëve të caktuara, kur je me ihram, kur je me niyet, po, ku je me mbyll. Po, se je para Allah xhela shanuhu, i ke ndru robët e jetës, ke vesh robe tjera të haxhive, prandaj ti tani je me një gjendje tjetër shpirtërore dhe psiqike. Kjo është etiketa e haxhit, bereqeti haxhillokut. E sot, cilë prej muslimanëve jetën tonë është i xhamisë edhe shembull pesë që e merr me moral dhe me etik, i sjellshëm në dyqane, në tregë, në shtëpi. E jep zakatin ndoshta po, aman që të emnin tem listën e parë, po që i kum dhënë që kaq parë, i kum blet tepit e xhamisë, i kum blet klimën për xhami, po i kum dhënë që kaq, cilën për atyre të cilët thotë nuk ka nevojë vetëm Allahu e din. Normal, për evidencë na i mbajmë këto gjërat. Duhet të mbahen, të arkivohen për evidencë një njeri i besueshëm, mirë po, kur është nevoja për publicitet, për me i publikojmë. Nëse nuk ka nevoja, ato rinë në regjistër. E ke lënë një ar vakuf për i Zot Zotit, e ke lënë një cop tokë për i Zot Zotit vakuf, e ke ndërtu një xhami, po, për çështje evidenciale, normal s'ka problem. Mirë po me dalë me trumbetu gazetat e mediat e ka dalë për çka kjo. Këta janë etiketat islame. Aspektin social, shifni Allahu xhela shanu këtë ajet çka është. Nuk është vetëm mirësi me kthy ti fytyrën tonë ka qabja,
po ka lindja dhe nga perëndimi, po atëherë kanë edhe krimi i kiblës u kon ka Jerusalemi, ka Palestina. Allahu xheleshonu e ktheft këtë tokë në duart të antarëve apo të zotërve të tyre të palestinezëve, po Allahu i ndihmoft atyre, po Allah çka po thotë nuk është mirësi të kthyerit e fytyrës suaj ka lindja dhe perëndimi, por mirësia është, çka është mirësia Allah? Është mirësi kur njeriu beson në Allahun, në ditën e Kiametit, në engjujt e tij, në librin e tij, pejgambert e tij, po beson në kaderin dhe vullnetin e tij. Ata japin nga pasuria e tyre të dashurve, afërmve, japin nga pasuria bonjakëve, jetimëve, varfënjakëve, udhëtarëve, musafirëve që kanë ngelur pa të holla, lypsave dhe të robëruarve për të liruar nga burgu apo nga, domethënë, ato kompenzimet në raste nëse ndodh ndonjë problem, do thotë mbytje po gabueshme që është e kompenzimi. Po, domethënë e jep pasurinë për Allah, për jetima, për ata të varfër, për ata lypsa, për ata cilët kanë nevojë. Po vazhdon ajeti aspektin social, e mirësia është po dhe kryerja namazit, mirësia është edhe kryerja dhënia zakatit dhe me kry obligimin e tyre, po ata që marrin diçka ndonjë obligim me besë dhe atyre besohet një punë, duhet me kry atë mirësi apo të obligim. E mirësia është edhe ata që durojnë fukarallëkun, skamjen, sëmundjen dhe durimin e kohë të luftës, qëra llojet e mirësisë. Shifni domethënë morali islam, etika islame me tërë fushat e jetës ka të bëjë vëllezër. Jo vetëm me falje, jo vetëm me besim, po me besim. Putat të besimin në Allah, në melaqet e tij, në librin e tij, në pejgamber, në ditën e gjykimit. Mirë, po mirësia është çka? Etika është, morale është, edhe me dhënë ata të cilët nuk kanë, atyre bonjakëve, atyre lypsave, atyre të borxhlive e tjera, kjo është mirësi. Çka po thotë ajeti në fund këtu? Si po zhvillohet jeta me Kur'an. Shifni tani çka po thotë Allahu, e këta janë ata që i drojnë Perëndis. Ulaika alladhina sadaqu, ta janë besimtar të vërtet, wa ulaika humul muttaqun, edhe ata janë të devotshëm. Prandaj shifni këto fushat, këto sferat e jetës, se si praktikohet jeta me Kur'an, kur ne jemi do të thotë të moralshëm dhe punojmë etik islame. Pra sistemi islam, morali islam, kështu do të thotë buron ajo energjia, forca nga shpirti dhe shifet në tërë fushat e jetës. Dobit personale realizohen me 3 gjëra, kjo çështja tjetër që do të debatohet, me besim, bindje të shëndosh, me mendje të shëndosh dhe me shpirt të shëndosh. Për këto çështje inshallah do të debatojmë javën e ardhshme në emisionin e ardhshëm. Ju përshëndes me zemër, ju falenderoj për mirë ndëgjim dhe respekt. Allah ju shpërblet me të mirat kësaj jete të jetës tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin. Moderator me kaq, do të përfundojmë edhe pjesën e dytë të fundit për këtë natë. E tani i marrim disa pyetje të shokëve të dëgjuesve që kanë diçka. Ju falenderoj.